Ministri i Drejtësisë Toni Gogu prezantoi këtë të martë prioritetet kryesore të institucionit që drejton, duke vënë theksin te reforma në drejtësi dhe përfundimi i kodit të ri penal. Sipas ministrit, drafti i ri i kodit penal ndodhet në fazë përfundimtare dhe pritet që grupi i punës të dorëzojë variantin final për konsultim me ekspertët ndërkombëtar. Në proces kemi disa ligje të rëndësishme që u shërbejnë objektivave tanë strategjik që thash, që janë fuqizimi i garancive proceduriale, siç është kodi penal, i cili ka bërë një udhëtim të gjatë, ju e keni ndjekur, grupi i punës, konsultimet përkatëse, jemi në fund të tij, presim nga grupi i punës të marrim draftin për ta konsultuar me ekspertët europian të vendeve me legjislacion të ngjashëm me ne, pra nga i cili është influencuar dhe legjislacioni ynë, pra italian, francez dhe ekspertë të Këshillit të Europës që antar të cilës ne jemi dhe që vërejnë standardet e drejtësisë në Shqipëri. Kodi penal gjithashtu do të siguronte që pra korrupsioni, krimi ekonomik të kenë vëmendjen e duhur dhe të përgjigjen kontekstit shqiptar. Pastrimi i parave gjithashtu, proporcionaliteti penal është një nga elementet që presim që të adresohet me kodin e ri dhe mbrojtja e të drejtave të njerëzit është një nga fokuset tona, natyrisht të nxitur dhe nga ekspertët e Këshillit të Europës. Kodi i procedurës penale ka nisur nga puna. Një tjetër çështje e rëndësishme e trajtuar nga ministri ishte amnistia penale, për të cilën dha sinjale pozitive duke garantuar se procesi do të realizohet. Për sa i përket amnistisë penale, është një instrument i politikës tonë penale, e cila u dizenjua për të adresuar disa problematika, në radhë të parë absolutisht atë që thash, fuqizimin e të drejtave të njeriut, mbrojtjen dhe respektimin e të drejtave të njeriut. Amnistia është në parlament dhe unë besoj që shumë shpejt, pasi ne të kemi marrë dhe vlerësimin e punës së madhe që është bërë në lidhje me themeloret, kapitullin e themeloreve 23, i cili hapet dhe hapet i pari dhe mbyllet i fundit, unë besoj që do të fillojmë të merremi me amnistin. Ministri sqaroi se aktualisht pritet vlerësimi nga Komisioni Evropian për çështjet e lidhura me kapitullin e themelorëve, ndërsa menjëherë pas kësaj do të nisë diskutimi i amnistisë në parlament. Gogu ndal edhe te debati për hartën e ri gjyqësore, e cila është kundërshtuar nga komuniteti i avokatëve. Ai theksoi se sipas ligjit harta gjyqësore do të rishikohet pas 2 viteve funksionimi.